Po më thoj pak më herët, në Shqipëri nuk ka vrasës. Ka rënë numri vrasjeve. Dhe ne këtë do bjem dakord, do ta pranojmë. Në konceptin le temi të përgjithshëm është bërë dhe një punë e mirë nga ana e strukturës së SPAK-ut që goditi. Kaq keq ngeli gjithë situata sa që gjitha ludimet ne I bëjmë vetëm mbi Altin ndocin. Nuk importohen vrasës nga jashtë, nga Malizi, nga Kosova, siç ka ndodhur, që kanë ardhur nga jashtë. Çfarë ndodh? E kaluara ka vërtetuar, kam përshtypjen që vrasësit nga jashtë e kanë më të vështirë për të kryer një vrasje brenda Shqipërisë. Për të kryer një vrasje perfekte, Andi, do të njohësh vendin shumë mirë. Do të njohësh njerëzit, do të njohësh territorin. Pra, në ato pak raste kur janë përdorur vrasës të huaj, pothuajse e kanë kryer vrasjen, por më pas janë kapur. Rasti I Lezhës për shembull, që u vra nga një armatë e tërë të huajsh. Pra, mënyra se si vepruan. Ardian Nikule rasti. Tregon që nuk njihet mirë territori dhe është shumë e lehtë për të gabuar. Pra, unë kam përshtypjen që duke parë këto raste, edhe vetë grupet kriminale binden që është më e vështirë. Pra, vrasja mund të kryhet, por mund të ketë pasoja, arrestime, zbardhje. Më kupton dhe të gjithë vrasjet me të huaj përgjithsisht janë zbardhur. Pra, në këtë drejtim mendoj që deri diku janë tërhequr dhe prandaj kërkojnë vrasës vendas që e njohin territorin, që e njohin mbi të gjitha mentalitetin dhe që nuk vinë me idenë që se Shqipëria është dhe nuk do zbardhemi. Sa herë ka ndodhur në këtë prizëm, çuditërisht policia e ka zbardhur. Ai tjetri erdhi nga Gjermania me vajzën nga Palestina dhe e vrau se këtu nuk më zbardhin. Domethënë këtu vullnet, kur ka vullnet zbardhesh. Kemi edhe tjetër pastaj që nuk mund të krahasosh disa ngjarje me disa të tjera. Ka ngjarje që janë shumë të vështira për të zbardhur. Vrasja Rinasit. Po, çka ka vrasja Rinasit për shembull? Destinacioni makinës dihet. Shiko, gjatësitë e personave, tipologjitë e lëvizjes të ecjeve I kanë aty në kamerë. Janë bërë më shumë se 2 muaj që nga ngjarja. Dhe për asaj dite dhe sot që flasim, policia nuk ka absolutisht asnjë element. Kontrolle ka kryer në disa banesa. Është tjetër gjë të dyshosh dhe të kontrollosh. Nuk ka absolutisht as edhe një gjë për t'i dhënë gjës drejtim. Nuk ka një pistë. Fa vetëm që u gjetën ca mina që për mua nuk lidhje fare me ngjarjen. Jo, për ty po nuk kanë lidhje. Po jo, vetë fana, kupton se. Janë bërë analizat, policia shkencore ka dhënë përgjigje. Armët nuk kanë lidhje fare me ngjarjen. Fare. Pra, domethënë, këtu je përpara një vrasje që është perfeksion edhe tek mënyra se si është vrarë, se kemi parë videon se si është bërë mënyra. Pra, ti nuk pret që ngjarjet e tilla të zbardhen. Pra, duhet një skajtës tjetër nesër që ndoshta të ndihmojë autoritetet për t'i zbardhur. Pra, ngjarjet e tilla Andi nuk zbardhen. Pra, kot. Siç e ka vërtetuar SKCC që ka zbardhur disa ngjarje të së shkuarës që I kishte zënë, që nuk mendohej që I kishte zënë pluhuri gjithandej dhe që rastësisht u zbardhen, por kjo është rastësi. Sepse duhet pranuar SKCC është një rastësi e madhe e mirë e jona që na zbardhi disa ngjarje. Pra, po kjo nuk është punë kush e di se sa e madhe e autoriteteve. Autoritetet I kanë në dorë, hajde ti lexojmë, ti përpudhemi dhe ti bëjmë. Pra në këtë po ta shohësh kështu. Po kështu është, lexoj mesazhe, kryqëzoj, kaq është. Pra ti si organ sigurie ke dështuar që si prokurori kur ka ndodhur ngjarja, ke dështuar sepse nuk ka arritur në asnjë farë forme, jo vetëm për ta parandaluar jo se jo, por as për ta zbardhur, qoftë edhe një element të vogël që ti të thuash pritse, këtu dyshoj dhe këtu po e ndjek. Për atentatën e Rinasit nuk ka absolutisht asgjë. Asgjë. Janë kryer kontrolle pafund, shoqërime pafund. Asgjë nuk ka një element. Flitet pafund, jo mori 5 milionë euro, dokra. Domethënë gjitha janë muhabete, kafenesh, hajde flasim. Asgjë nuk dihet. Domethënë ti ke një ngjarje kaq të dhunshme siç është ajo, siç 3 veta dalin, sakatojnë 2 persona dhe largohen dhe bëhen erë dhe askush nuk I di. Këto ngjarje janë të vështira për të zbardhur dhe këtë duhet thënë. Dhe janë ngjarje që un kam përshtypjen që t'jen edhe në shtetet me nivelin më të lartë të sigurisë, po ndodhen, e kanë shumë vështirë për të zbardhur. Sepse është nivel shumë I lartë perfeksioni. Dhe këtë dua të them unë, të huajt nuk arrin ta bëjnë dot. E qartë.
ata mund të jenë të aftë për ta bërë shumë mirë, por për ta bërë, ti duhet ta njohësh terrenin në mënyrë absolute, mentalitetin e njerëzve, mënyrën e lëvizjes në rrugë, sepse ne edhe në rrugë në herë që ecim të çuditshëm, dhe po nuk ece edhe ti çuditshëm, siç ecin të tjerët, bie në sy. Për të shtuar kam përshtypjen nga shtuar vetëm ky rumuni i dyshuar për vrasjen në Vlorë, të Renato Haxhiet kam përshtypjen të rojës së objektit. Identifikimi është bërë, kam përshtypjen nga gjurma. Është bërë identifikimi. Identifikimi është bërë. Pra, kjo është, domethënë, un kam përshtypjen që edhe në diskutimet që bëjmë shumë shpesh edhe me burimet, edhe qoftë në polici të gjitha, ata thonë gjithmonë, e rëndësishme është ta gjejmë dhe ta dokumentojmë, një ditë do arrestohet. Shën si ka se kure. Ama dokumentimi është bërë. Pra të huajt e kanë vërtetuar që mund të jenë vrasës shumë të mirë, por janë vrasës që lënë gjurmë dhe zbulohen. Çfarë rrjedhimisht mund të ketë zbardhje edhe të personave të cilët i porosisin, dhe grupet kriminale nuk mund të rrezikojnë kaq shumë. Po nëse të kujton Dobraxhin për shkak. 4 masakra, me Malien e diskutuar. 4 viktima atje. 4 viktima janë në Dobraxh. Të paktën informacionet thon për një të dyshuar i cili është referuar në SPAK emri një që mund të ketë qenë aty. Edhe kjo ka ngelur. Apo është ajo që the që s'do të pranoj që ka qenë dhe Ibrahim Lici në këtë kushte? Shiko, unë kam përshtypjen që ngjarja e Dobraxhit është zgjidhur. Nuk di ta them pse nuk po bëhen arrestime ose pse nuk po dilet publikisht për thënë që është zgjidhur, por ngjarja e Dobraxhit është e zgjidhur. Është e zgjidhur? Është e zgjidhur. Domethënë, janë gjetur element. Nëse mban mend në atë periudhë, policia bëri një punë të mirë sepse arriti të gjente makinën me të cilën u krye vrasja, në atë far forme djegje u arrit të rikuperohej numri i shasis, u arrestua një person i cili e shiti në atë periudhë që vijon të jetë në burg sot e kësaj dite. Kam përshtypjen Giulio u lirua, Giulio nuk kujtohet mbi emri, por u lirua. Mund të jetë liruar. Po, mund të jetë liruar. Por ka një por është me arrest shtëpie. Po. Ka mas pra. Tani, themi lirim nuk është liruar nga gjitha kushtet. Tani, unë kam përshtypjen që SPAK-u, siç e ka kthyer në tradit, nuk godet me njëherë sa i përket disa ngjarjeve. Pra, pret që persona të caktuar, të cilët mund të ketë disa procedime penale, hetimore, disa procedime që mund të jenë për ngjarje të tjera, dhe godet njëherë për disa. Unë kam përshtypjen që jemi përballë këtyre kushteve. SPAK-u po mbledh prova edhe për ngjarje të tjera, të cilët i kanë bërë një ditë njerëz. Pra, Sokoli, i cili është në Dobraxh, por edhe një 7-8 ngjarje të tjera. I heton gjitha dhe më pas lëshon urdhër arreste për t'i bërë. Pra po grupon ngjarjet. Nuk e di nëse jam i gabuar, por në djenin time, nga sa kam folur edhe me burimet e mia, domethënë ngjarja e Dobraxhit është e zgjidhur. Pra, SPAK-u kanë përshtypjen thjesht po pret momentin për t'i mbledhur të gjitha materialet e të gjitha procedimeve që ka dhe për të vijuar. Se kur do ta bëj është tjetër diskutim. Shpresoj ta bëj këtë edhe për ngjarjen e Rinat, si dhe për shumë ngjarje të tjera. Sokol, ndalemi së bashku pak minuta dhe tek çështja e call centerve, të cilat operonin në Tiranë. Çfarë ndodh? Kush fshihet pas tyre, si operojnë ato dhe kush i ruan? Kush i ruan? Kjo është pyetja. Regjia sigla tutem. Mirë, duhet të thënë që ishte një punë e mirë hetimore kryer nga emisioni italian Lejene, cilët bashkëpunuan në Shqipëri, po ashtu me kolegët gazetarë të emisionit Piranjë, cilët më pas e bën këtë referimin të këtij hetimi në Byron Kombëtare të Hetimit në SPAK dhe organizua kjo punë për të goditur këtë grupim mashtruesish që vjedhin qytetarët italian, por jo vetëm. Sokol, ç'ishte ky operacion? Shkurtimisht domethënë detajet. Po. Andi, në fakt e gjitha ka qenë një referim, sepse të tillë dua ta quaj, nga emisioni Lejen, kolegët tanë të Mediaset, të cilët pasi kishin kryer një hetim me persona të infiltruar, gazetarë të infiltruar, pra arritën që ta vërtetonin të gjithë veprimtarinë kriminale dhe ju drejtuan SPAK-ut përmes autoriteteve italiane, duke ia vënë në dispozicion dita materialet. Në fakt ka qenë një punë që është bërë relativisht shpejt nga ana e SPAK-ut. Pra nuk është se është pritur, sepse se thua hetimi ishte bërë, ishte pjekur nga ana e gazetarëve dhe panë që ishte gjithçka në rregull dhe u sulën. Shiko, kontrollat janë kryer në 2 kulla
shumë të fuqishme në Tiranë, ndoshta të dyat janë më të mëdhajat, dhe tek e para fillimisht nuk u gjet asgjë, sepse me sa duket ishte marrë vesh, ishte kuptuar, me sa duket kanë inteligjencë informative edhe grupe të tilla të call centrave. Dhe në fillimisht tek njëra prej kullave që ndodhet përballë katedrales ortodokse nuk u gjet asgjë. Pas informacioneve arriti SPAK-u që të gjurmoj disa persona, sepse një pjesë e personave të arrestuar në flagrancë. Pra, që do të thotë, personat kyç dhe kryesor të gjithë skemës nuk janë arrestuar. Ose më saktë, jo të gjithë. Pra, janë 3 vëllezër që janë sot në kërkim, që mendohet që janë koka kryesore. Prele kanë përshtypjen mos apo? Po, që janë në kërkim, ndërsa pjesa tjetër, pjesa më e madhe, janë kryesisht persona që po kalonin materialet nga një vend tjetër. Pra, një pjesë që mund të kenë qenë thjesht punëtor krahu për të lëvizur pra materialet. Pra, jo niveli parsor, pra ata njerëzit, ata kokat kryesore. Tani, pse bëhet? Bëj një pyetje Sokol. 2 muaj që jetuan ata si nuk doli gjysmë llafi. Sa vjen që referohet çështja në organet ligjbatuese shqiptare, fillon lëvizja e materialeve sepse kjo më grep pyetje të mëdha. Disa të fuqishme janë biznese të tilla hajdutese, kështu është mirë t'i quash. Janë të fuqishme sepse është një pjesë e tortës e cila ndahet me të tjerët. Dhe pra që kosa torta ndahet me të tjerët, nuk është në interesin e të gjithëve që ata të kapen, që ata të zhduken, që të mos ketë mashtrime më. Ore, ka i shumë para sa ndahet goxha dhe në institucione, thua? Realisht jemi bërë gazibotës me mënyrat e mashtrimit. Ka kaq vite që autoritetet italiane, spanjolle, gjermane, franceze vinë, bëjnë operacione bashkë me SPAK-un për mashtrime të ngjashme. Domethënë, kemi arritur në një nivel turpi. Realisht në një nivel turpi. Tani, a ka lek? Më lejo të them vetëm një gjë. Një i njohur që para disa viteve ka punuar në Forex, për 3 muaj ka bler një apartament shumë të shtrenjtë në zonën e komunës së Parisit. Që mashtronin me Forexin. Me emër të Forexit, sepse Forexi është komplet tjetër gjë, është të tregtosh monedha. Kuptoj, po thjesht unë të marrë si shembull për këtë. Pra imagjino se çfarë fitimesh ka. 3 muaj. Për 3 muaj. Ne dy do të punojmë gjithë jetën, me idenë që e marrim. Dhe një jetë pak më vonë. Për ta marrë te komuna e Parisit dhe diku tjetër. Pra, ka kaq shumë interesa në këtë mes, sa qoftë policia, qoftë autoritetet e tjera të cilët duhet të kryejnë kontrollin. Por më e habitshme është pse individ të tillë nuk i hapin pra këto lloj biznese mashtruese në për zona që janë më të qeta. Shkojnë në përkullat kryesore. S'ka mundësi, edhe kjo një pikpyetje e madhe. Se bie do të paguar edhe një qirash e shtrenjtë, që besoj dele sapi. Dele sapi. Kam përshtypjen që dele sapi dhe aty e shohin vetëm pak më të sigurt sepse ruhen më lehtë. Unë besoj që ruhen më lehtë sepse kullat të tilla kanë një koncept të paktën në imazh shumë më të lartë sigurie se sa zonat e tjera të zakonshme. Tek ajo te kullat përballë katedrales, kam përshtypjen është ambasada e Izraelit, ë? Pra, në gjendje normale është shumë më thjesht të mendosh që në Astir vjen edhe të bastis policia, por e ka më të vështirë për të bastisur në një kull ku ti e përmendë shumë mirë është edhe ambasada e Izraelit. Këtu lind pikpyetje tjetër, edhe ndoshta forcat e sigurisë Izraelit edhe shqiptarët përfshirë aty, ndoshta edhe shërbime inteligjente apo të rreth syrit diçka që nuk shkon me këta njerëz, shpun bëjnë, shpun nuk bëjnë. Por do thotë që haraçi i paguhet është shumë i madh. Unë mendoj që haraçi është shumë i madh, jo vetëm në polici, por edhe në disa institucione tjera, dhe ka një përhapje të tillë kaq sa ka. Pra, nëse ka një betejë disa dhjetra vjeçare në Shqipëri e zëm me shpërndarjen e drogës nëpër Tiranë dhe është një fenomen që kurrë nuk do të zhduket sepse nuk ka se si të zhduket. Sepse ka treg të madh. Është e njëjta gjë edhe me call centrat mashtruese. Pra, ka një treg kaq të madh sepse ti në të gjitha anët i ke bllokuar, si thua, ëndrat në thonjzat të rinjve dhe janë me vrap pas një pasurimi të shpejt, pas një mënyre që mund t'i nxjerrë deri diku nga varfëria. Unë kam përshtypjen që ka edhe të rinj që e marrin përsipër riskun të shkojnë për ta bërë një gjë, qoftë 6 muaj, qoftë një vit, por ama i bën një dorë lek dhe të bëjmë edhe pak burg, nuk ka problem.
Po në rastin konkret burgu është shumë sepse shkon nga 8 deri në 12 vjet mashtrimi kompjuterik, aq më tepër kur futet grupin e strukturuar kriminal. Dhe këtu nuk kanë bërë mirë llogarit, kanë mbështetjen të rinjt. Unë nuk jam dakord, sepse po ta marrësh një vit e gjysmë 2 në paraburgim, del aty për aty 4 vjet dalin nga burgu. Po thua që ja vlen sakrifica pra sa fitohet. Unë kam përshtypjen që ata kanë marrë riskun përsipër dhe ka nivele kaq të larta call centrash mashtruese në Tiranë, fitimi që nga kaq i madh sa e marrin riskun përsipër të bëjnë edhe burg. Është shumë e çuditshme. O Andi, për 3 muaj në komunë të Parisit. Në komunë të Nga zonat Parisit. më të lakmuara të Tiranës. Ti do shkosh, duket shumë ironike kjo që po them, ti do shkosh do bësh ca vite burg, por kur dalësh paktën dhe jesh si mbret në komunë të Parisit, nuk merr autobusin për të shkuar deri në Astir ose deri në zonat që qiraja sot është minimalisht 305.000 lekë. Në periferi. E rënd është ta themi ndoshta këtë që thot Sokoli e thot si një situatë rënd, por sigurisht ky nuk është mesazhi, Nuk po përpiqemi të bëjmë transfer fjalë. Kështu që por në këtë drejtë kanë çuar gjën. Sokol Dema, un kam gjithmonë kënaqësinë që të kem gjithnjërs kanë krimi kur ju gjeni hapësirën, vlerësoj shumë profesionalizmin tënd dhe mënyrën e trajtimit të gjitha çështjeve. Të falenderoj shumë. Andi, shumë faleminderit dhe sukses edhe ju. Faleminderit. Mirë, ne do të vazhdojmë bisedën me avokatin Leonard Krajn, cilin e kam në lidhje Zoom. Të lutem regjia signe dhe rikthehemi me avokatin. Mirë, në këtë pjesë mua më bashkohet në një lidhje direkte avokati Leonard Karaj për diskutuar le të themi çështjen për sa i përket vendimit tashmë të ardhur nga autoritetet greke në raport me gjyqtaren e gjykatës posaçme Irena Gjoka, e cila sipas le të themi këtij vendimi, të administruar nga Prokuroria e Tiranës, i cili tashmë ka shkuar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, ajo rezulton e dënuar. Në 7 qershor të vitit 2005, le të themi një vendim, një dënim të cilin ajo nuk e kishte deklaruar në formularin e vetdeklarimit përpara se të kalonte procesin e vettingut. Avokat, faleminderit. Përshëndetje Andi, faleminderit ti. Tani, çfarë do të thotë le të themi ky vendim dhe çfarë do të vlerësojë Këshilli i Lartë Gjyqësor në raport me gjyqtarin Irena Gjoka? Paktën pretendohet që tashmë ky është le të themi një vendim autentik i ardhur nga organet elene. Për mënyrën se si e ka trajtuar Spaku është fiksa ajo shpreha e famshme ka çulala me lagojën. Sepse Spaku priti jo pak për një gati 2 vite për të treguar autenticitetin e një vendimi gjyqësor të ardhur nga Greqia, që për ironi të fatit, kur ka ardhur këtu në Shqipëri në maj të vitit 2024, pra u bë 2 vite gati, ku ka qenë me vull apostile. Për ata që se din, vull apostile është një lloj legitimiteti që jepet nga ambasada ose konsulata shqiptare në vendin ku merret, le të themi. Për shembull, nëse ti kërkon një objekt nga një vendim gjyqi nga Italia, vullën apostile do shkosh ta marrësh në Milano apo në Rom me qëllim për të vërtetuar që ky vendim ka dalë nga një institucion i njohur me ligj. Në rastin konkret në Greqi. Spaku priti gjëre gjatë derisa kjo çështje të kalonte afatet e parashkrimit dhe të mos konsiderohet më vepër penale. Çfarë do të them me këtë? Ky ligji i dekriminalizimit është bërë në vitin 2015-2016. Po. Dhe ka afate ligjore. Pra, në qoftë se unë sot, subjekti i ligjit të dekriminalizimit, kam harruar kinse që të shpreh një vendim apo të gënjej, apo të mashtroj, apo të falsifikoj një dokument sipas 191 të Kodit Penal, 191 të Kodit Penal, dhe këtë gjë pastaj mbrapa, kjo gjë të verifikohet shumë kohë më pas, në rasti konkret gati 10 vite më pas, kjo vepër konsiderohet e parashkruar. Pra, unë penalisht nuk mund të ndiqem si i tillë. Pra, nuk pavarësisht se mund të kem bërë një vepër penale, kjo vepër penale konsiderohet e amnistuar e parashkruar. Kujtojmë rastin ndoshta të kryebashkiakut të Vorës Aigim Kajmaku, i cili kërkoi pikërisht për të njëjtën gjë? Pak a shumë me njëjta histori. Sepse u shpall kërkimaj. Në rastin konkret, Kajmaku madje ka shkuar në gjykatën administrative, ka kërkuar dhe para mbrapsht. Për këtë histori. Për këtë histori.
Një histori e tjetër. Më duket se Mati më duket mos gënjem, mos gabohem, e ka fituar çështjen në gjykatën administrative. Domethënë për shkarkimin që ju bë nga kryeministri asaj kohe, sa ju zgjodh si Po, ishte i zgjedhur, është shkarkuar diku në 2019-2020, mos gabohem periudha. Po, fiks, kjo ishte ideja. Në rastin e zonjës Irena Gjoka, se këta tani si ta thresësh, Gjoka Maneku, Shpata, ka 1 3 4 mbi emra, po punë e saj se nuk na intereson kjo histori. Në rastin e zonjës Gjoka, normalisht